punë mbar. Faleminderit. Mirë se Tu erdhe. ku ndodhemi ne? Tu ndodhemi në Vashe. Në Vashë të Qinit, Të Qinit, po. Këtu triangull e pastër shumë pastër. Sa dy lëmë ke gjithsej? 2 lum janë këtu. Kam edhe pjesë tjetër lart ke shtëpia. Shumë. Ke fillu vjeljen? Kemi fillu, sapo kemi fillu këtu, kemi vjeli herë 2. Se çmimi është i mirë si vet. Për momentin po ndodhet shumë mirë çmimi. Se kështu më thanë dhe ato çunat mi që ishin këto lart në Çanakaj që çmimi është i mirë deri. Për momentin është mirë. Po vjet si ke dal? Vjet që i vështirë çmimi. Në nivoj sezoni 2 i domatës, po triangulli që shumë çmimi do bëhet vjet. Edhe kompenson njëra tjetrën. Investimin këtu ti e ke bën para që ke marrë në migracion? Po. Siç u them në emigracioni, po të punuan. Ne kemi 10 vite që merrem me sera, pem, drufrutore domethënë pjesh, nektarina edhe ullishtat, malet. Mirë, unë do doroj një vit mbar, një sezon mbar edhe ushtofshin sa më shumë tri. Ty të falemderit, edhe unë uroj sa më shumë tri ti po kushtojnë bujqësi, sepse bujqësia është diçka e bukur nëse e kupton. Duhet futesh çik thellë me themel në bujqësi që ta kuptosh bimën, të flasësh me pemë, me bimën, me gjitha. Por doj çik dëshirë kjo, do vullnet. Gjithë mirat atë. Atëherë falemderit, falenderoj.